Bujqit kanë të drejtën e dëmshpërblimeve, por vonesa është duke u bërë nga ana e Komisionit Komunal, në këtë rast të komunës së Tetovës, tha zëvendës ministri i bujqësisë Flakëron Bexheti. Sipas Bexhetit, ai vazhdimisht ka bërë presion, por Komisioni Komunal akoma nuk ka dorëzuar raportin e dëmeve për breshërin e vitit 2024. Sipas tij, numri i dëmeve në komunën e Tetovës është i madh dhe ai pret që ky komision së shpejti të dorëzojë raportin. Është një shqetësim shumë i lidhshëm edhe i natyrshëm i bujqëve të pjesës sonë të Tetovës, të Pollogut, të cilët me të drejtë e hapin këtë çështje, por duhet ta shpjegoj atë që vjen se kjo është çështje e komisionit komunal në kuadër të komunës së Tetovës, me të cilët kam qenë në komunikim të drejtë për drejtë dhe kam bërë një presion që sa më shpejt të zgjidhet kjo çështje. I kuptoj edhe ata se ka pasur mbi 500 aplikime, është dashur që të bëhet inspektimi në vendet të ndryshme, të bëhet edhe vlerësimi sepse flitet për disa lloje të kulturave bujqësore. Ata janë duke punuar, janë në përfundim dhe besoj se kjo çështje do të zgjidhet, ndërsa kompenzimin e bën një komision qeveritar i cili me thënë përbëhet në atë fondin solidar. Dhe besoj që dokumentacioni nga Komisioni Komunal duhet të shkojë në Komisionin Qeveritar, kur të jetë i kompletuar dhe aty do të thonë duhet të bëhet kompenzimi. Në këtë rast më pak Ministria e Bujqësisë është në kompetencë, përveç që një zyrtar i ministrisë tonë është kryetari i atij komisionit që është komision qeveritar dhe përbëhet edhe nga zyrtar të institucioneve të tjera. Sipas Bexhetit, një pjesë e qyteteve në Maqedoninë Lindore kanë marrë dëmshpërblimet, por kjo nuk varet nga ata, por nga Komisioni Komunal që po zvarrit raportin.